Tunk, ju kam thënë gjithmonë që këta janë bashkë të gjithë. Edhe Trumpi, për cilin kisha një farë dyshimi, edhe i bashkë me këta. Pse? Ju kujtohet në vitin 2000 kur këta neokonsët e Bushit që erdhën në pushtet, hartuan një plan për të goditur 6 vendet të lindjes së mesme, ku ishte Libia, do shkatroheshe Libani, do shkatroheshe Siria, Iraku, dhe pasaj do përfundonte ke Irani. Në konsut ishte edhe Afganistani. Në konsut sajuan me sionistët, sajuan rëzimin e kullave binjake dhe lufta mbi Saddam Husseinin u shkatrua Iraku. Pasaj vazhduan, pas neokonsve erdhën demokons, qoja me politikat tjera Obama. Dhe Obama i shkatroi Libanin, Sirin, dhe të gjithë njerëzit tash menduan që po erdhi Trumpi do ndalet kjo vazhë të luftrash. Mirë po, Trumpi e vazhdoi, ashtu si neokonsët dhe demokonsët vazhdoi luftën në Iran për të përmbysur gurin e fundit. Jo i fundit është Korea e Jugut, e kanë caktuar dhe Korea e Veriut, e kanë caktuar dhe Korean e Veriut për ta goditur dhe për ta shkatruar. Tashi, po të shikosh ku dy shenja janë që këta janë bashkë. E para ke pandemia. Në qoftë se një shtet ka bërë pandemin ose plandemin, siç e quajmë ne, që pra të organizuar nga OBSH-ja, këta janë bashkë. Qëllimi është të shkatrojnë shtresën e ulët në fillim, të heqin nga kjo dynja, duke ngritur çmimet e naftës, duke ngritur çmimet e produkteve ushqimore, duke ulur prodhimin për shkak të mungesës fertilizantëve, për shkak të pasigurisë, për shkak të zhvendosjeve, migracionit që lën tokat njerëzit dhe ikin. Dhe do fusin robotët, punën që bëjnë njerëzit e varfër, punërat me dorë, do t'i bëjnë makinerit tash i robotët, edhe në shtëpi për të pastruar, për të fshirë, do t'i bëjnë robotët. Shtresat e mesme synohet që në fillim të mos rebelohen, sepse duke qenë se janë më të ndryshuar dhe kanë pak para dhe nuk kanë shumë lidhje me qeverinë, pasi paguajnë taksat edhe s'kan frikë nga qeveria, këta janë më të përkushtuarit për të protestuar. Dhe këtyre tash duhet t'u heqësh lekët që t'u heqësh lirinë, pra t'i lësh pa lekë. Edhe nëpërmjet plandemisë e realizuan, kush kishte për shembull nga 200.000 euro, nuk flas për Shqipëria, flas për në Perëndim, i shkatruan, i kanë çuar me 20-30.000 euro kanë mbetur. Dhe shtresa e pasur pasaj që janë pak këta oligarkët ose çik më poshtë se oligarkët, këta janë pak, këtyre fusin nga i shpullë, o marrin pasurinë, edhe do zbatojnë atë agendën e Davosit, do jetonin të lumtur pa prona si në kohën e komunizmit. Do shtrëntohet nafta, do futen makinat me bateri që Trumpi gjoja i luftonte, prandaj po bëhet lufta që të shkojë 1 litër naftë 10 euro, 15 euro, e ta mbajnë vetëm të pasurit po duan, pak njerëz, të tjerët makina me bateri. Në bateri kur ke ndezur 2 milion telefona, po të vendosësh një mollë ose një banane në makina me bateri për 4 orë, kalbet. Më kanë thënë ta taksigjinë, shumë prej tyre janë smurur nga mezi, me probleme. Më mires më kem me X2-shin se sa të marrë nga ato makina. Dhe kam filluar të thonë kujdes, mos udhtoni me aviona, ajo që ju kam thënë gjithmonë që duan që të ndalojnë transportin nga një kontinent në tjetër, do bëhet siç ka qenë këtu Fronti Demokratik, patë dhe në lejë nuk iknje dot nga Korça në Kolonjë, të dilte ushtari aty në Kolonjë, edhe këto smart city kështu do bëhen. Nuk e drejt vesh as gjikundi, do marrësh lejë nga Fronti Demokratik, nga një patronazhist edhe Rama atje ose kush do vi mbas Ramës, do vesh ka do t'i thuash kam një çunxha ande nga zona tjetër, nga burgu tjetër, ande nga La Praka ose nga kombinati i traktorëve në Litem, kam në burgu, ande kam një njeriun tim, kam maman ose baban, do më japësh një lejë të vete, sa do rish tot ai? Po 3 orë, jo 3 orë shumë. Pro sa, 2 orë, po mirë 2 orë, ama, ja të vetë. E tje pa ju lej vetë atje, deloj polici tjetër, e patronazhisti tjetër atje e Ramës, ku do vesh, kam lejën, ja tregon, po kalo.
po të vesh ke një vllanë në Kanada, një motër në Amerikë, si në ambasadat që moti do kërkosh leje, do kërkosh vizë, do kërkosh jo më vdiq ky, jo më vdiq ai, jo martohet ky, jo martohet ai. Në 50 raste njeri mund ta marrë. Kështu që dhe avionët po thuaj se do ndalojnë së fluturuari. Pra, po të shikosh dhe parlamentin e Iranit është me simbolikat masone. Unë mendoj që dhe Ayatollah nuk ka vdekur, e kam thënë dhe më përpara, nuk e di, është një ndjesia ime dhe ky Benjamin Netanyahu them që nuk ka vdekur, po i kanë marrë, i kanë luajtur rolin e tyre, pjesën e tyre, dhe tash i kanë dhënë djalin e atij për të pasur garanci që të vazhdojë të njëjtën lojë, sepse ai e di, ai ka jetuar në Londër ky djali Ali Khomeinit. Edhe tash i gjithë qëllimi është që këta gjujshët sionistët duan të futin luftë gjithë krishtërimin perëndimor me krishtërimin lindor dhe me Kinën dhe me muslimanët. Me qenë se krishtërimi perëndimor është shumë i fortë, këta duan krishtërimin perëndimor Amerika dhe Evropa, pra NATO-ja, të luftoj kundër muslimanëve për t'i shkatruar, të futen në këtë luftë kinezët dhe rusët. Rruga do jetë Xhamia Al-Aqsa në erë, do të hedhin fajin Iranit dhe do përpiqen t'i bashkojnë sunitët me shiitët që të bëhen të fuqishëm që të hyjë dhe Evropa, pastaj të goditen me bombë rrethmore Irani dhe muslimanët dhe ty Kina me Rusin të futen dhe ato të goditen edhe të ngelet një pakicë e vogël njerëzish, më pas të cilët, siç ju kam thënë, duan t'i mikroçipojnë dhe t'i kontrollojnë. Tung tung.